Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati i sportit Çazim Dervishi i Shkodrës, nga ku po transmetojmë ndeshjen e parë hapse të javës së parë të Superligës së basketbollit për meshkuj, Vllaznia dhe Flamurtari. Pra ka nisur Superliga, në fakt sezoni ka nisur me Superkupën e Shqipërisë, ma të ballafaqime interesante në kryeqytet e Bestidha Vllaznia, ku pas një betejë të fortë me rivalitet ekipi Lezhjan fitoi Superkupën e Shqipërisë. Tashmë ka nisur kampionati kombëtar, java e parë, Vllaznia pret në pallatin e sporteve Çazim Dervishi ekipin Vllonjat Flamurtari. Jemi në periodën e 4 të ndeshjes, sapo ka nisur, kemi lënë pas 3 perioda të dominuara tërësisht nga ekipi i Vllaznis, i cili drejtohet ashtu si sezonin e kaluar nga trajneri Eni Llazani, duke pasur kolegën në pankinë Antonio Shabani dhe Roni Xheçaj. Para një ndeshje e dominuar që nga minuta e parë dhe deri në këto momente nga skuadra Kuqe Blu, i cili ka fituar të 3 periodat. Përkatësisht periodën e parë ka fituar me shifrat 23 me 17, të dytën 29 me 18, duke shkuar në pushimin mes dy pjesëve me avantazhin 52 me 35. Edhe perioda 3 ishte dominuese për ekipin e Vllaznis, i cili e mbylli 10 minutin e tretë të kësaj ndeshje me shifrat 28 me 19. Ndërkohë që në këtë moment ku luhet perioda e 4, rezultati është shumë i thellë në favor të Vllaznis, 80 me 54. Ndeshjen e sotme po e gjykojnë këto arbitra, është Vjeresin Ndreu, Berlin Gjilaga dhe Kaltor Fortuzi. Veçguesi i Federatës Shqiptare të Basketbollit është Salvator Kaçaj, një ish basketbollist i Vllaznis dhe studentit, sot dhe pedagog në Universitetin e Sporteve të kryeqytetit. Topi për skuadrën Vllonjate është Lilaj, tenton për 3 pikë, pastaj ndron mendje dhe Lilaj ka gjuajtur për 3, nuk realizon kapiteni Shestani i Vllaznis, Thomas nuk shënon, por e ka finalizuar kolegu i tij Pajmer. Dhe në këto momente tekniku Llazani përgatit edhe 4-3 për t'i aktivizuar në fushën e lojës. Pikërisht shikojmë në plante parë trajnerin Llazani që aktivizon 4-3 është Kruja, Bright, Prejka dhe Arnold. Në fakt 2 prej tyre 3, 2 tjerët ishin edhe më herët në formacion. Në protokollin e Vllaznis për këtë ndeshje janë Justin Thomas, Saad Kobliku, Rajli Bajama, Ashton Parker, Edrion Kuqi, Julian Bright, Aron Kruja, Sidrit Piranaj, Bojar Tafa, Robert Shestani, kapiteni i skuadrës, Jordi Preka, Arlando Arnold. Trajner është Eni Llazani, me ndihmësit e tij Antonio Shabani dhe Roni Xheçaj. Bright për 2 pikë, nuk i shënon, zotëron topin skuadra Vllonjate që është disi më e lëvizshme në këtë periudhë të 4. Kruja, njëri prej trive të Vllaznis, së bashku me Preken që janë në lojë, por edhe me Tafen, Kuqin, Koplikun,
Është një brez i trive që tek Nikola Zani kërkon ti afirmoj për t'i pasur gati në vazhdimsi. Në krahun tjetër në kampin në Vlonjat kemi këtë përbërje është Rej Lilaj, Arlinde Merkaj, kapiteni i skuadrës, Anton Lilaj, Armelinde Sotiri, Marcel Sotiri, janë dy vëzhgjet Sotiri, për dijuar me Igli Berdo, Osman Haruni, Klevis Çomo, Arturo Sako, për 3 pikë Gjuan Vaznia nuk shënon. Edhe për të mbyllur formacionin e femërtarit është edhe Ismail Hasani dhe Jali Williams. Trajneri i ekipit femërtarit është Ilir Melli. Në tjetën kohë me çiftin Vllaznia femërtari që po luhet në këtë momente, ta kemi nisur nga ora 18 në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi, po luhet edhe ndeshja tjetër në kryeqytet Partizani Bestidha, që në fakt ka nisur 30 minuta më vonë në orën 18:30 minuta. Ndërkohë që ditën e djeshme janë luajtur ndeshjet Elbasani Pogradeci 98-64, Tirana Fieri 94-84 dhe Kamza Basket Teuta 81-89 për Teutën e Durrësit, që ka rikthyer sërishmin në përbërjen e saj shkodranin e talentuar Elian Memçaj, i cili në këtë ndeshje pra Kamza Basket Teuta ka qenë ndër më të mirët në fushën e lojës. Vlonjatët në tabel nuk shënojnë, zotën topin në Vllaznia, është Preka, në topin zotërim gjithnjë Preka, kombinon me Kuçin, ishte Pirani për 3 pikë dhe i ka shënuar në mënyrën më të mirë numri 9 i Vllaznis, pikërisht Aron Kruja. Një 3 pikësh me vërtet që mori dorat rrugitjet e tifozërisë shkodrane dhe kundërpërgjigjet një tjetër protagonist nga kampi Vlonjat është pikërisht numri 8 i ekipit Apollonis, Armelinde Sotiri. Minuta 5 për periudhën e 4 të fundit të kretë ndeshjet, rezultati është 87 me 61 në favor të Vllaznis. Williams për ekipin flamurtarit, Lilaj për 3 pikë, s'është i saktë, me shpejtësi Vllaznia ki kundërsumi Vllaznis, Bright dhe ka shënuar mjaft mirë ishte Julian Bright, depërtimi i tij personal. Çomo për Vlonjatët nuk shënon, përsëri është Bright për ekipin e Vllaznis, por Gabonja ka rëmbyer topin, Vlonjatët të cilët ato gabojnë. Dhe 4 minuta nga fundi, Vllaznia kryeson me rezultatin 89-61. Arnold kombinon me Preken, ishte me Krujen, kombinimi Arnold Kruja dhe finalizon me Arnold Lilaj. Kemi 2 Lilaj në kampin Vlonjat. Dhe ka shënuar mjaft mirë Lilaj, një 3 pikësh, është pikërisht Anton Lilaj, sepse kemi edhe Rej Lilaj në fushë me numër 4, por shënoi Anton Lilaj me numër 5. Preka kombinon me Piranin,
tenton për 2 pike që nuk arrin të i shënoj. Tenton Lilej për sëri protagonist në kësul për ekipin Vlonjat dhe shtarët kanë sinjalizuar për një gabim personal në favor të ekipit të Flamurtarit. Kur duhen rreth 3 minuta lojë për të mbyllur dhe diferenca është e madhe. 92 Vllaznia, 64 Flamurtari. Një formacion mix i Vllaznis, ndërkohë që duhet theksuar se sot nuk luan basketbollisti shqiptaro-amerikan i ardhur nga Amerika, Klajdi Kiri, i gjatë 2 metër dhe 8 centimetër, luajti për ndeshjen e Superkupës Bestidja Vllaznia në kryeqytet, por një dëmtim i tij e ka lënë jashtë fushë për ndeshjen e sotme. Një 3 pike Shikrujes që po shpelçen Kruja. Ndeshjen e sotme është Aron Kruja. Tre-katër tentativa të numrit 43 të ekipit të Flamurtarit, pikërisht Jalin Williams, ku më së fundi fiton gabim personal. Jemi drejt mbylljes së ndeshjes, ka shënuar, janë vlerësuar 2 pikët dhe personali 3. Vllaznia 95, Flamurtari 69 edhe 5 pikë. Vllaznia për të kapur 3 shifrorin e kësaj ndeshje, për të plotësuar shifrën e 100 pikëve që për kohën që ka në dispozicion i ka të gjitha mundësitë që ta realizoj. Një start i mbar i Vllaznis, duke fituar ndeshjen e parë të kampionatit dhe madje me shifra shumë të thella. Kruja përsëri, jo vetëm shënon, por edhe mbron në tabelë, se si ishte ky moment, dhe ka shënuar pikin e 97, pikërisht Thomas. Williams nuk shënon, por ka merr gabim personal. Jemi në minutën e fundit të kësaj ndeshjes, rezultati është shumë i thellë në shifra. 97 Vllaznia, 69 Flamurtari. Në lojë tashmë është edhe Bajama me numër 2 është Raili Bajama. Williams për Flamurtarin, gjujtja e parë e lirë e suksesshme, e që në 70 shifrën, plus 27 është diferenca në avantazh të Vllaznis. Williams nuk shënon në të dytën, por Flamurtari zotron topin pas kthimit nga tabela. I pak dhe atë që trajneri Eni Llazani për të futim të ekipit e tij që nuk e zotrohet të top, edhe pse është me 27 pikë në avantazh. Trajneri Llazani kërkon në ritëm, saksi dhe korreksi në fushën e lojës nga ekipi i tij. Për 3 pikë Flamurtari nuk i shënon, Bajama më zotron topin, ka mundësi Vllaznia që të kap shifrën 100 dhe Bajama, Kruja, debërton vetë Kruja, shkëlqyshëm Aron Kruja. 99 Vllaznia, 70 Flamurtari. Kruja po jep sinjale jashtëzakonisht pozitive në këtë ndeshje. Fakte në këtë periudhë të katërt është shumë i spikator, i saktë në fushën e lojës. Pirani, gabon Pirani, nuk shënon dhe përfundon koha. Fatkeqësisht Vllaznia patë mundësi ta mbyllte me shifrën 100, por 99 Vllaznia, 70 Flamurtari. Të nderuar shikues, këtu e mbyllim transmetimin tonë drejt për drejt. Nga unë Gaspar Mark në rolin e komentatorit, ju përshëndes